Për gjatë 4 ditëve të fundit, një lajm i trisht ka mbërritur nga Kosova. Haxhi Thaçi, babai i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka ndruar jetë në spital pas një periudhe të rëndë shëndetësore. Ai ishte i shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku po trajtohej për një gjendje të rënduar. Vizita e djalit të tij, Hashim Thaçi, ndodhi me 13 mars, e cila zgjati rreth 3 orë dhe u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, shprehu ngushëllimet për presidentin Thaçi dhe familjen, duke cilësuar Haxhi Thaçin si një shtyllë të fortë të vlerave atletare, njeri të urtë dhe fisnik. Përveç kësaj, Haxhi Thaçi do të mbahet mend si një figurë e rëndësishme e historisë së kombit shqiptar. Hashim Thaçi, që ndodhet në paraburgim në Hag, që prej nëntorit 2020 akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, së bashku me 3 zyrtarë të tjerë të Kosovës, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Akuzat përfshin për ndjekje, burgosje, tortura, vrasje dhe zhdukje me forcë të personave, të cilët thuhet se janë kryer gjatë periudhës 98-99 në disa zona të Kosovës dhe veri të Shqipërisë. Sipas prokurisë së posaçme, viktimat e këtyre krimeve ishin rreth 100 individ, shumica prej të cilëve shqiptar. As Hashim Thaçi, as ish zyrtarët e tjerë nuk e pranojnë akuzën.